Njerëz internetsa, YouTube-sa, por sidomos ju qeni shikues të Anja Report. Unë erdha në këtë sallonin ku në fakt jam kliente shumë e rregullt. Është një qendër estetike, po bëjnë edhe shërbime parukerie. Hyra brenda për të bërë ato shërbimet e zakonshme të estetikës. Gjitha këtë vajzën këtu që nuk do ta besoni, po me të vërtetë që nuk ja di emrin. Si quhesh mo? Përshëndetje, unë quhem Vera. Vera, si e ke emrin gjatë shkurt? Vera e ke gjatë? Pranvera në Ridik. Po jemi drejt fundit apo jo? Po. Më trego. Unë do t'i trëmë të vërtet njerëzit. Sot, faleminderit, ke bërë një punë shumë të mirë, po duhet jesh një çik kështu ti, çik piktore je. Jam pak pare. Të shikoj në Ja ku I kemi gjitha rregullimet. njerëzit andej, po. Okay. Në fakt më kam mbaruar Akademinë e Arteve, jam piktore. U gjenda pak rastësisht, por e bëra me shumë qejf dhe kënaqësi këtë pjesë. Shiko, po s'm ke për vetëm mua, bëre disa persona. Në fakt u kam bërë disa dhe nuk jeni vetëm ju vetmja, por gjithsesi. Kështu si puna ime, domethënë erdhëm për të ndryshëm, të frikshëm, të gjitha gjërat. E kuptoj, po erdhëm si klient për ato shërbime që ka salloni edhe të gjetëm ti këtu si puna ime njësoj. Patjetër. Tamam. Dgjoj, e bën zakonisht këtë punë, e ke bërë edhe në vitet e tjera? Me thënë të drejtën, është viti I parë sepse zakonisht merrem vetëm me piktura dhe ky është edhe një eksplorim që unë bëra, kështu që besoj se shkoi mirë. Ua Vera, për herë të parë po pikturon fytyrat e njerëzve për Halloween. Komplimente, bravo të qof, nga do shkosh të festosh? Faleminderit. Se di se kam vendosur akoma. Se ke vendosur. Po fytyrës tënde çdo ti bësh apo do ta mbash kështu se si kukull e ke, kështu që sekret në fund. Mirë, faleminderit. Të lumshin duart për këtë punë të shkëlqyer. Kush do të sajohet kështu për Halloween, tani kemi Verën. Më kontaktoni mua dhe ja tregoj unë se ku ta gjeni. Faleminderit. Po se s'merrem dot, unë pa mirë keti. Se ti deli bën dot. Ti deli bën dot ato që bëjnë në klube. Si se bëj unë? E po unë si bëj dot, unë punën tënde nuk e bëj dot. Ti bën gjitha unë jo, ose i natë më vjen. Po su bura dhe parukire, ja, tut ma bëni. Po shtë keqet kam bërë që më bërë në këtë farfeje? Si? Po ja pra. Njerë që të më vajzat të knaqëve që të lumëtur. Jo, këtë pjesën që mbasi jam zgaravitur fix për Halloween unë dhe Olti po më sajon si god seksi nuk po e kuptoj shumë mirë. Se ti sa do të mundohesh Olti, kam përshtypjen. E këtë pa mundur ti rregullosh keq njerëzit. E kështë thoni laf. Faleminderit, të lumshin duart. Hajdeni tani se Halloweeni për pak do filloj. Mirë mbrëma Kalamaja! Madhe! O Shqipëria! U trambët? Jo, vetëm se na ka dhe kështu. Ka dhe kështu, festën e vërtet në fakt Halloweenit e bëjnë dhe duhet ta bëjnë fëmijët. Po fëmijët tash do t'i bëjmë një çik të flasin në radhë. Si jeni njerë? Mirë! Gëzuar Halloweenin. Faleminderit! Ti e veshur vet? Po. Po pse e veshur si karateisti? E po nga që janë kostumi kursit tim. Si kursit, se kuptoj. Taekwondo, kurs taekwondo e. Ah, se ti bën kështu taekwondo, a? Po. Bravo, shumë mirë. Po ti pse ke zgjedhur këtë? Kështu, të kam pa që ka viti tjetër. Po ti si e çon mami ti, a? Qa çuni jeti? Jo, Keni një Se e shan çunin çun mami ti? Jo, faleminderit. Qa do me thënë të jesh çun mami, qa do me thënë? Dihet ti tash. Jo, ma shpjego ti tashit? Qa do me thënë qullac? Hajde ti. Po more me shkop more, iqe njëra të maskën. Hapuni një qik, theuni këtu mbrapa meje dhe I rini përballë me kamerën që t'ju shohin njerëzit ke televizori. Bravo. Për qef, jo më na. Ashtu, a? Dëgjoj. Ti the që do me thënë qullaca? Qullaca që ke frikë për gjithçka. Qullaci ka frikë nga gjithçka, a? Po. Po mirë, nga mua, kur ja bëj kështu, s'ke frikë?
Normale, po nuk është kështu. Çullatë është për gjëra të tjera. Për gjëra tjera, për çfarë gjëra? Kështu trëmbën gjithë për atë punë, është festa Halloweenit. Ashtu. Dëgjoni këtu tani. Se ju dëgjova që po më thrisni o teta. Më thërritët më jo teta. Se e vajz. Do ju ngordh të gjithë, thonin çiko da Sara, po atje. Ashtu po. 1, 2, 3. Pas ka erdhur lekët mami me babin tënd, ë? Ashtu, ë? Po ç'ne ke dhe ditëlindjen ti? Jo, unë kam 10 dhjetor. Po ç'ne që po e bën këtë festë? Unë që shefta bëja edhe bëra. Bravo. Edhe ke bërë shumë mirë, këta janë shokët e? Klasës. Shokët e klasës. Në çfarë klase je ti? Të 5-ën B. Bravo. Te shkolla konferenca 5-ës. Tani, e gjithë klasa? Po thuajse gjithë klasa. Sto lëng të dëgjoj. Ato shoqet dhe shokët që nuk kanë ardhur të klasës, nuk I do ti, prandaj si ke ftuar? Unë I ftuar që të gjithë klasën, por disa nuk erdhën. Tani, ti do që të flasin shoqet e tua se shfesta jote. Hajde, Po ajo tha që jam unë shoqja ngushtë. unë jam më gjithë shumë I mirë. Po të gjithë jeni shumë të mirë juve. Ja pak. Kjo këtu është gjysmë I mirë. Ja, kjo është angjëlli keq apo jo? Pse je bërë kështu ti? Dëgjoj se atje nuk dukemi këtu ke drita, shpejto ke drita. Ke drita. Kalemaja po. Më morët frymë. Më tregon një çik pse je bërë kështu ti? Se më pëlqen. Kush të bëri kështu? Atje moj sa atje është televizori, ha? Më bëri tezja. Dhe Çfarë punon tezja jote? më du punon te koncerte. Po pikturon bukur ajo. Po. Po. Ka dorë për vizatim. Po ti pse s'u vizatove ti? Shumë e vërtet. Kush ta ka lier syrin ty? Kerja. Parokjerja. Nga cili televizion lieli? Ti televizioni a një reporti. Bravo. Një ditë unë kam bë një aktivitet me kamerat e një reportit për bicikletat. Bicikletat? Po. Bravo, u kënaqe? Shumë, po si ishte garë. Mirë, tani hajdeni këtu, të gjithë. Jo. Kalemaja, përshani! Atje ke telekamera, do t'i përshëndesni gjithë ato që po ju shohin dhe do thoni Da Sara na një report, hajde. Da Sara na një report. Të pafshim! Njerëz internetsa, YouTube-sa, por sidomos që jeni shikues të A një report, sigurisht që unë mendova për lukun, domethënë flokët edhe këtë transformimin që bëra në fytyrë, por si do të visha mund sonte? Do ta zbuloj më njëherë sepse këtu un kam si e ke emrin? Neda. Nedën e gjeta në dyqanin e vetëm në Tiranë, të paktën se për Shqipërinë nuk e di, po I vetmi në Tiranë I këtij lloji që kam parë ndonjëherë. Ndodhet ngjitur me Institutin e Higjienës, përballë rrugica që është përballë me liceun artistik dhe veshëm dhe kameramanin me maskë. Se në fakt këtu brenda sapo hyn të merren mend nga të gjithë orenditë ndryshme që ka, të cilat nuk janë në fakt vetëm për Halloweenin, pavarësisht se sonte është Halloweeni apo jo. Jo, këtu mund të gjeni gjithçka, edhe veshje të tjera të veçanta për kërcim që mund të jenë festane, këpucë kërcimi, çdo lloj veshje e veçantë dhe për çdo lloj eventi që ju mund të keni, mund ta gjeni në këtë dyqan. Dhe vura re edhe për gjitha grup moshat, që tek fëmijët e vegjël, tek Mirsali, kameramanin që dhe ai vuri maskën e Spider-Manit. Edhe bashkë me maskë është duke na filmuar dhe neve. Neda, çfarë ndodh kur hyn këtu brenda? Pra unë hyra tani, e kam bërë këtë transformimin në fytyrë dhe kam nevojë të më këshillosh se çfarë do të ishte ideale për këtë pamje time që të vesh. Atëre, kjo është ideja që së pari unë duhet kuptoj se çfarë ti ke në mendje që të maskohesh për Halloween. Unë nuk kam ndërmend asgjë, këtë ma bëri një vajzë piktore, pastaj këto flokët mi bëri Olti Shulla që në fakt më rregullon gjithmonë, tha me këtë transformim që ke bërë nga ky krah, sigurisht që do të vëm sa kaçorrela idiote nga krahu tjetër. Atëre, në rastin tënd është akoma më e thjeshtë, ti e ke të qartë. Më saktë unë e kam të qartë se çfarë të sugjeroj ty, duke qenë se ti tashmë e ke gati maskimin.
Edhe për ngjyrat që ti ke përdorur në fytyrë dhe për këtë pamjen e frikshme që ti ke në fytyrë, unë do të sugjeroja këtë fustanin që është këtu, i cili është që është gjithashtu dhe ky bardhë zi e gri, domethënë. bardhë zi dhe gri dhe që kombinohet me atë që ti ke bërë në fytyrë, gjithashtu dhe me lukun e flokëve. Ja do ta provojmë njerëz si duken, por Neta më trego pak, klientët kur vinë në këtë dyqan, praktikisht vinë dhe konsultohen dhe juve i sugjeroni se si ata të transformohen për festa të ndryshme? Disa prej klientëve kanë pak a shumë një ide në mendjen e tyre dhe sapo vinë këtu ata shfaqin idetë e tyre dhe ajo konkretizohet me diçka që ne kemi në dyqan. Sa veta jeni juve që punoni për këtë dyqanin, sepse kam përshtypjen që Ne jemi do një lloj kreativiteti, por nga ana tjetër do edhe shumë impenjim besoj. Po, kërkon shumë impenjim gjatë gjithë ditës pothuajse dhe shpeshherë ndodh që njerëzit janë ata që vinë këtu dhe presin derisa ne të vim në dyqan. Në fakt ne jemi 3 persona që merremi aktualisht me këtë dyqan. Bukur, tani duhet të më mbushni mendjen mua si kliente, po sidomos dhe të gjithë atyre që janë duke na ndjekur, se sa mirë e bëni juve punën dhe pse njerëzit duhet vinë këtu. Mirë, ta provoj një herë këtë transformimin që më sugjerova. Cila më pëlqen dhe mua. Pëlqen edhe ty. Mo që ke egoisti, ha? Po, mos e pi fare. Atëherë do bëjmë një mojito me fragola. Mojito me fragola. Tashi, me fragola, me lule shtrydhe se fragola është në italisht, po s'ka problem, shumë mirë. Ecim pak para apo ja? Ke qenë jashtë shtetit ti? Ke jetuar atje? Ja. Okej. Na kanë hyrë këto italianizmat kështu. Do më tregosh pak me çfarë asortimentesh do ta bësh? Ma the emrin ti mua? Okej. Unë jam Gysi. Gysi, po. Gysi jam. Erë Gysi. Atëherë Tash e bllokuam një çik punën e lokalit, ne po shoqyr është ora vetëm 11. Në përgjithësi në klubet e natës jeta fillon shumë më vonë akoma. hedhim 2 luk sheqer. Ky është ai sheqeri. Sheqer kane quhet, sheqeri zdi. Hedhim rreth 3-4 gjethe mojito, gjethe mente.
I lym pak buzët që të marri aromën. Aromën. Po. I hedhim rreth 3 copa lajm të freskët normal. Okej. Në qenë se mojito është mojito me fragola, hedhim dhe një kokër Mojito me lule shtry dhe jo me fragola. do ta përsërisoj. Ah! Okej. Atëherë i shtojmë pak Qa po kërkon aty? Qa po kërkon? një water soda që të bëhet përzierja sa më e mirë. Dhe i shtypim Të gjitha bashkë. që të lëshoj shien lule shtrydhja, lëngun e lajmit dhe mendja. Aha. Do t'i hedhim akull të grirë. Kështu t'jetë, kështu Okej. shëtërohet. Akull me shumicë, edhe pse po vjen dimri dhe ka filluar i ftohti në Shqipëri, Dhe këtu atmosfera është shumë e nxehtë. këtu është e nxehtë. Ke shumë të drejtë. Rënda. Pa. Atëherë i hedhim rum, bakardi, Po. okej. I shtojmë prap water soda. Dhe e përzim. Nuk e përzim prap me këtë shtypsin, ë? Ajo është shtypsi. Ky është shtypsi. Kujdes me atë. Okej, e përzim. E vërtet e kam, tani se deri tani po bëja shaka, po tani e kam e vërtet. I thoni shtypsi juve kësë? E në termin e baristit, si quhet kjo? Shtypse e limonit. E që... Okej, e përzim. Dhe i shtojmë zbukurimet. Mojito ka tradicionalen, mentën. Edhe e pi unë këtë se mbaroj, ë? Jo, akoma, prit. Se kanë fragola, Që tani e lam lule shtry dhe jo fragola. Unë me zor po pres tani. E kuptoj që ka atë porosia, po 2 koronat pastaj. Do presim pak. Tani është gati? Jo. Dgjoj, po ma bën shumë gizili, duket shumë e mirë. Me zor po pres ta provoj prandaj. ta siguroj që do të pëlqej. I pende pipat dhe besoj që është gati. Është shumë e mirë, në fakt mojito nuk është ndër pijet e mia më të preferuara, por kjo është e bërë shumë e mirë. Për shijen time personale do e kisha preferuar me pak më shumë sheqer, po kjo është shija ime personale. Jo e jotja. Më shpjego pak se po ndërpresim gjithë lokalin që duhet filloj partin këtu. Do ketë alkool për gjithë, kjo është e Tregoj sigurt. pak të gjithë atyre që janë aty pse duhet të vinë ata tek San Leo. Atëherë është një klub i ri që ka gjitha kushtet, si nga shërbimi, si nga muzika, si nga mikpritja. Besoj që ka gjitha Të gjitha kushtet kushtet. të ndjerë komod. Ti lodhesh me qika? Është një punë cilën e bëj me pasion edhe e humba të... Ashtu është e vërtet, kur puna që bëni bëhet me pasion, me të vërtet që koha kalon shumë shpejt. Faleminderit Ergysi, faleminderit shumë për këtë kokteilin, e përfitova, unë jam që jam, rroft emisioni që përfitoj kokteile shumë të mira dhe ja kalon sa më bukur sonte ti dhe të gjithë ata që janë në San Leo.
Nuk do ma thoni se si do ja kaloni ku po shkoni, jo, jo. Po pse? Pse kanë kaq kompleks të shoqet e tua? Pse me komplekse shoqet e tua? Janë pishëm. Janë prishën? Janë pishëm thashë. Ah, je pishëm. Po shumë mirë. Jo. Ah, janë pishëm ato. Po ku pinë ato? A do vish me mua sonte? Të vijmë me ty sonte? Po ku ta le burrin? Ku do ikni juve? Dalim? Ore, po erdha unë me ty sonte, ku do shkoj? Ha më prit një sekondë, më thot vi me ty. E ky çunin thot vi me, a do vish me mua sonte? Nuk po vi me juve, pa puna. Po hajnë, po problemi është se s'kemi qenë ku me shku. Se jemi Në tirano. gjën e vën. Jeni të rarë tullkos? Pse 5 lek me shku gjikundi si keni jo? Po i Jo, po ke, lek. problemi është se s'do me klak. Njerëz internet sa YouTube sa është e qartë që Halloweeni është një nga ato festat që i pëlqen jashtë mase shumë shqiptarëve, se cila është arsyeja që e pëlqejnë kaq shumë Halloweenin dhe sidomos a e kuptojnë mirë këtë festën. Unë këtë nuk e di, po kam përshtypjen që nuk e kuptojnë dhe aq mirë. Por shqiptarët një gjë është e sigurt, vdesin të festojnë. Nuk dëgjoni, a? Nuk dëgjoni juve. Ato as nuk dëgjoni, as nuk flasin dhe unë nuk e di gjuhën e atyre me gishta. Okej. Bye. Ciao. Thonë edhe mësy ku po ikën festosh. Në shtëpi do i Si në shtëpi më bërë për që Halloweeni? kam qenë punë prandaj, jam Ku ke qenë punë? ke fast food. Punon ke fast food ti? Bën ato sufllaqet e mira? Po. Natën. Po juve ku po ikni të festoni? Po ja. De. Po pse ta li? S'kemi. Se tani? S'kemi të rëzi. Se si interes? Po kjo Halloweeni është fest koti apo më duket mua? Ka që pëlqej. Çfarë? Ty më duket sikur nuk po të pëlqeve. Jo. Po shikoj një shqyrtoj këto gocat që po vinë, se mbase bëhet e bukur. Do të shoh, hajde, pas. Ua, si ikën gocat! Po pse mi goca ikët kështu juve mi? Jo, si jemi online, jo, te transmetojmë nesër. Moj ti goca me gërshet. Hajde një qik tu ti mi. Ti me gërshet mi, se ti qënë ke fiksim fare. Jo mua, gocën me gërshet. Po sigurisht që po regjistrojmë për qef. Se për hall po regjistrojmë. Ku po veni juve? Nuk mundem të. Pse? Jam tap. Qa je moj? Po ora 1 moj, ku ke filluar të bësh tap ka shpejti? Po tani qatë bëjmë nësë do shpejt. Po ku po veni? Të njofje shumë e mirë, gëzuar Halloweenin edhe mirë pafshim natë. Ja. Keme më thënë, ka je i herë, se më dukesh si pri Kosovës? Ashtu më thënë të tonë, po jam prej Lezhë. Je nga Lezhë, po do shta e ke atë theksin pak të veçantë kështu. Kishe bërë një herë Halloween Tiranë? Kam bërë, po si vjetë nuk kisha shumë dëshirë. Vajtëm të public house. E ke Qa kjo me? Jo me? Jo me, këtu me, afër blokut krejt afër të Liçeni. Po si ishte? Bukur, po i bëj pak reklam. Po bojmë mos e qaj kokën. Si ishte aty, kishte laca kështu, goca nga këto, apo jo? Ishte mirë. Mirë, shumë mirë. Apo si dallon do të laca ti, se laca ka nga Lezhë shumë. Ndoshta ti se bën do dallimin, ha? Vërtet? Qa është laci për ty? Tash, Ha. po më presin gocat. Ashtu, ë? E shikon që se diti qa është laci? Mirë, dëgjoj. Mos e vrit mendjen fare. Tani ku po shkoni? Po po dalim edhe një herë tjetër, ta Po shkoni në një lokal tjetër ju? Po ku? Po mos i bëjmë reklam më. Mos i bëj reklam. Bëjemi ç'ke? Fala se Ta bëjmë. Po bëjemi që Po vërtet. ja te radio. Te radio shumë mirë. Shiko, nga i publiku të duhet ajo radio se qetësohesh në çik. Po jo, për mua më mirë është public. Po të ngoza me shku ke radio. Dëgjoj, a vjen me mua ti këtu ku jam unë? Po pse juve tani si mendoni që unë s'do ta prish privatsin tuaj, a? Ne mendojmë që ti nuk do ta prish privatsin. Dëgjoj, unë s'do ta kisha prishur kur privatsin tuaj. Ja. E shef. Live jemi tash? Jo, live si jemi ne, se emisioni është me regjistrim. Do i presim ca gjëra se mund të flasim dhe gjëra që s'dën. Shën nga bërka që. Ja bërë e bukur, ë? Në fakt më mirë nga që jam original jam sonte. Dgjoj, më bëri shumë përshtypje. Se po ju shikoja nga trotuari tjetër që po putheshit me një pasion kaq të madh. Aman mos na nxjerrin televizor. Ore në televizori ku dolët ju, po dëgjoj. Që me thënë drejtën, unë jam i çik kurioze për shembull që ç'a bisede kaq interesante po bëni juve. Po bëni një shëtitje mikës tonë nga Italia këtu. Ashtu, është italiane ajo? Është italiana ajo. Ti dove sei tu? Di che ci fai? Studi anche tu in Albania? No, sono da trovare questa mia amica. Meno male, un'italiana che viene da turista in Albania. Adesso state tornando voi da noi che veramente, cioè, non vi possiamo sopportare più. Certo, Come noi vi è il paese sopportiamo di più. possibilità, no? Adesso sì, l'Albania è anche per voi. Comunque, quanti anni hai tu? 22. 22, vabbè, non sai niente, tu hai solo 22 anni. Comunque, divertiti. Grazie. È la prima serata. Sì.
Allora non sai niente dell'Albania, no? Cioè, avevi questa immagine qua o pensavi che ci fossero... Tipo, no, Insegnerà domani. pensavo ci fossero risse perché quando ci sono gli albanesi nei nostri locali sono sempre risse. Ma vai a fare a quel paese, hai capito? Ma come ti permetti? E që i the hiqe takat? Një shoqja ime O s'ka taksi ose makina? ka, po këtu te planeti ishim. Pse duhet keni këtë mendim për mua? Që po të dalësh në emisionin tim të gjenerohesh. Zbet llav, thjesht para i pëlqejm shumë kamerat pra. Se ishte kështu për emisionin tim. Jo. Ajo goca pse duhet i ishte takat? Se do të pra do të ikim me Gjikfor tash edhe s'lëvizim dot me. Ku ishte ajo? Te planeti pra ishim. Te planeti, edhe nuk e të hajde këtu ti, hajde. Ti që shan emisionin tim, hajde ti. Hajde këtu që e shan emisionin tim ti. Dëgjoj, dale një herë të shikoj si më e veshur. Sa seksi. Faleminderit. Ku ti thua ti që degenerove pse del ke emisioni im? Jo, nuk ka shumë degenerove, thjesht nuk kemi në formën tonë më të mirë. Ka. Ti je shumë. Ti je më e veshur me atë bluzën me tantell. Moj ti, moj. Unë jam e sigurt që kur të shkosh aty kemi Gjikfori, do e hiqësh fare këtë. Po pse? More Si ta vesh. mbajmë? Si të Do është më bukur se kështimi. Jo, pse nuk më e bër kështu çik si sharlatane siç janë bërë unë për Halloween? Ku ti u dhe mend Moment fund. po ishte kështu e dal kështu si spontane, prandaj. Ishte spontane komplet, po dëgjoj. Më thoni vetëm një gjë. Ju pëlqen kështu Halloweeni si festa po? Lezetshëm, po këtu se festohet. Se festohet në gjë. Se bën Po ju e keni shqyr që s'jam bërë as lipurush as mace unë.